Shfaqja Medea Teatrit Kombëtar Turk çeli siparin e edicionit të 27 të Festivalit të Ndërkombëtar të Teatrit Skampa, një tapiceri poetike që ndërthur mitologjinë dhe historinë, kujtime dhe ëndrat. Heiner Müller, i njohur për bashkëpunimet e tij me artistë të njohur si Brecht dhe Robert Wilson, ka frymëzuar krijues të disiplinave të ndryshme dhe konsiderohet si një figurë udhëheqëse e teatrit avangard, postmodern, si në Gjermani, ashtu edhe në mbar botën. Ben ve sevgili oğulları için. Prej 27 vitesh, Skampa ka pritur qindra trupa vendase dhe të huaja, duke bërë qytetin pjesë të hartës së festivaleve ndërkombëtare dhe duke dëshmuar se Elbasani është një vatër e kulturës dhe artit, që me çdo edicion forcon dhe rinovon këtë traditë të vyer. Aktoria lituaneze Monika Petruret, pjesëmarrëse në këtë festival, u shpreh lumtur që do të performonte me trupën e saj një temë shumë aktuale. First of all, thank you Adonis for. Drama zhvillohet në një xhungël distopike në luftë, ku arsyet e konfliktit janë harruar dhe mbijetesa kthehet në një betejë psikologjike. Në mes të shkatrimit të natyrës, mungesës së ajrit dhe ujit, shfaqja trajton krizën e identitetit njerëzor të krijuar nga luftrat e pafundme dhe shkatrimi ekologjik. Përmes gjendjeve ëndërrimtare dhe traumatike të personazheve, drama reflekton mbi mënyrën si shoqëria justifikon luftën dhe ngre pyetje për një raport të ri me natyrën, jo si një promë për t'u sunduar, por si një hapësirë e përbashkët për t'u ruajtur. Në natën e 2 do të ngjitet në skenë shfaqja Petrikora e ansamblit të Selanikut në Greqi. Festivali zgjat 5 ditë dhe nuk do të mungojnë gjithashtu, si në çdo edicion tjetër, edhe workshopet, ekspozitat fotografike dhe promovimet e librave mbi vlera teatrore.